Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam fituar shumë durim, shumë qetësi, kam heq dorë nga debatet. Masha Allah. Thot njëri prej dietarëve, Ramazani është gjysma e durimit. Dhe Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarët e marrin shpërblimin, pra shpërblimin e tyre pa hesab. Kështu kuptohet prej ajetit. Kështu që patjetër, muaji i Ramazanit është muaji i durimit, muaji ku në të ne mësojmë durimin. Durim ndaj ushqimit, ndaj pijes, durim edhe ndaj gjërave, dëshirave. Përmbajmë gojën tonë, dëgjimin tonë, nuk dëgjojmë haram, nuk shikojmë haram, nuk flasim haram. Edhe Zotin e gjithësisë që na mundsoj të jemi të durueshëm vazhdimisht, po ashtu na dhuroj qetësi e patjetër të heqim dorë nga debatet e kota.